Zoti Gashi, pyetja është e para çfarë po ndodh, kjo që po ndodh atje, e prisni që të vinte në këtë mënyrë kaq shpejt? Së pari dhe së dyti, ku i ka rënjët që mund gjejmë dhe përfundimin pastaj të kësaj që është turbulluar? Tani, kjo që po ndodh është jashtëzakonisht e tmerrshme, të them drejtën. Unë nuk jam adhurues i luftrave dhe luftat mbetin mjeti i fundit ndonse demokratik për zgjidhjen e problemeve. Tani, kjo ka qenë ndodh shumë më herët, për arsye se ekzistenca e këtij problemi është qysh. Unë po përmeni vetëm vitin 1953, që në fakt është edhe më herët se në vitin 1953, që nga vitin 1928, nga lindja e islamit politik. Por në vitin 1953 kemi një tubim të vllazërisë muslimane në Jerusalem që kanë marrë pjesë nga tërë bota, dhe aty për herë të parë pra është vendosur nga vllazëria muslimane dhe nga ideologë tjerë të islamit politik që mos ta njohin ekzistencën e Izraelit. Pra, këtu fillon problemi politik, thujase dhe ushtarak, dhe natyrisht që Izraeli ka qenë i vetëdijshëm për këtë situatë, dhe që nga kjo datë ai, pra me vëmendje të veçantë dhe nga aspekti i shërbimeve sekrete të tij, ka përcjellur çdo hap të zhvillimit të vllazërisë muslimane, po e theksoj, dhe të kategorive tjera avangarde pastaj që në kohë janë zhvilluar. Por kush është në fakt ideologu, si ka filluar vllazëria muslimane në përgjithësi, pra ky konflikt na çon në gjenezën në fillimin e vllazërisë muslimane, sepse ajo qëndron prapat gjitha këtyre skenave dhe vetë Irani është i motivuar pikërisht nga modeli i vllazërisë muslimane dhe sidomos nga dy ideologët kryesor të saj. Pra, në vitet 20-ta, Egjipti ishte, si thon, nën ambrellën e Mbretërisë së Bashkuar. Dhe aso kohë, në vitin 24 kishte përfunduar dhe kalifati, ose më mirë me thonë edhe Turqia, pra ishte në sundimin e Ataturkut dhe po përfundonte një erë e islamit, e mbretërisë islamike, perandorisë islamike, sido që ta quani. Dhe tani, në Egjipt aso kohë kishim një mbretëri ta quajtë korruptuar, dhe pse me origjinë shqiptare ka qenë Faruku, por ishte i korruptuar dhe si them, nuk interesonte shumë problemi i fshatra, problemi i popullsisë. Pra të ndryllur nga gjitha këto aspekte, disa nga intelektualet e kohës, si Hasan el-Banna, pra i cili ishte mësimdhënës, kishin ngrit zërin për ta shtuqutur reformimin e shoqërisë tyre. Pra unë tani po flas në dy aspekte. Pra ata e qunin reformimi, dhe sot tani unë po e quin nga aspekti perëndimor indoktrinimin. Me reformimin, Hasan el-Banna nënkuptonte pra reformimin e njeriut në radhë të parë të personit nga aspekti islamik. Pra ai u rikthye, si të them, në të part e profetit Muhammed, pra në salafet. Pra salafizmin e shihte si metodë dhe ai mendonte se vetëm Islami mund t'i jep përgjigje lirive të njerëzit dhe të gjitha nevojave shoqërore të njerëzit. Pra shoqëritë materialiste, siç i quante ai në atë kohë, ose si themin e shoqëritë kapitaliste, sipas tij ishin shoqëri të degeneruara, të cilat pra kishin për qëllim vetëm shfrytëzimin e shoqërive tjera, por jo dhe ndarjen e drejtësisë dhe të mirëqenies sociale. Pra, thjesht në vitin 1928, pra Hasan el-Banna me një grup shokësh të tij kishin themeluar për herë të parë pra vllazërinë muslimane. Pra, ju thoni ndjes se po ju ndërpres, ne kemi të bëjmë një konflikt jo politik dhe ekonomik, por fetar.
Tani, në Kosovë dhe në Shqipëri shpeshherë flitet se a ka islam politik apo nuk ka, si duket apo ku e ka gjenezën. Unë jam pikrisht sot këtu për të dëshmuar se jo vetëm që ka islam politik, por ka dhe autorët e saj, ka dhe një manifest. Pikrisht pra, Hasan Elbana është autor i disa librave, por edhe autori një libri Teokracia Shariatit, për ata që kanë lexuar, dhe aty janë të vendosura 50 pikat e tij të njohura që realisht janë pra baza ideologjike e islamit politik. Pra thjesht ka islam politik dhe islami politik fillon këtu. Thjesht parimi kryesor pra është reformimi i individit sipas Elbanës, dhe në qoftë se ne reformojmë individin, pastaj mujmë familjen, pra të gjithë, dhe në qoftë se e reformojmë familjen, mund të reformojmë shtetin, pra me reformim sipas tij, gjithmonë sipas parimeve islamike, dhe nëse tani e kem reformuar dhe shtetin, pra mund ta fusim në ombrellën e islamit tër globin. Pra qëllimi përfundimtar është pra dominimi i shariatit në tër planetin dhe njerëz të jetojnë sipas shariatit.